Një hapje jashtëzakonisht e rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajone ka cilësuar kryeministri kosovar Albin Kurti në nënshkrimin e deklaratës për aleancën e mbrojtjes midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, që synon forcimin e partneritetit ushtarak. Kjo marrëveshje bashkëpunimi përfshin operacionet përbashkëta ushtarake, trajnime dhe rritje të ndërveprueshmërisë mes forcave të armatosura të tre vendeve ballkanike, në dritën e sfidave të reja gjeopolitike dhe ato të sigurisë në Europën juglindore. Aleanca do të jetë e hapur për zgjerim të mëtejshëm, duke mos e përjashtuar mundësinë që shtetet të tjera të bashkohen në të ardhmen, dhe Bullgaria është përmendur kandidat potencial për t'u bashkuar Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Kjo aleancë duket se është ndërtuar në bazë të modelit të mbrojtjes së mençur të NATO-s, një koncept që synon përmirësimin dhe rritjen e kapaciteteve mbrojtëse përmes bashkëpunimit të ngushtë. NATO-ja aktualisht ka 26 projekte aktive në kuadër të këtij koncepti, ndërsa 6 janë mbyllur me sukses pas përmbushjes së objektivave.